Hekurudha e gjatë 3 kilometra, e cila do të kushtonte 30 milion euro, do të mundësonte lëvizje të trenit të drejt për drejt nga qendra e Shkupit deri tek aeroporti ndërkombëtar. Linja e re hekurudhore mund të sjellë shumë përfitime, duke përfshirë transport më të shpejt dhe më të lirë, udhëtim më të sigurt dhe më pak rëmuj. Me trenin e drejt për drejt nga aeroporti deri te qendra e transportit do të arrijej 2 herë më shpejt. Bileta për trenin deri tek aeroporti do të ishte 4 herë më lirë se bileta aktuale e autobusit për këtë relacion. Me trenin e aeroportit, qytetarët do të kenë transport më të rehatshëm, i cili mund të transportojë mbi 5 herë më shumë pasagjerë se sa një autobus. Por, për të instaluar lidhjen e drejt për drejt hekurudhore me aeroportin, së pari është e nevojshme të sigurohet investimi. Nga koncesionuesi i aeroportit TAF, thonë se aktualisht ata nuk janë të interesuar për të investuar në një ndërmarrje të tillë. Qyteti i Shkupit gjithashtu nuk mendon për këtë, sepse aeroporti është jashtë territorit të qytetit. Lidhja hekurudhore deri te aeroporti është paraparë me strategji nacionale të transportit. Por, shteti për momentin po e shtin investimin për një afat më të gjatë. Nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se ata së pari do të duhet të kërkojnë fonde për një projekt të tillë nga institucionet financiare ndërkombëtare. Numri i pasagjerëve në aeroport ndërkohë do të rritet me shpejtësi shumë të madhe. Vlerësohet se në vitin 2022, numri i pasagjerëve në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit do të kalojë shifrën prej 3 milionëve në vit. Nëse nuk investohet në trenin e aeroportit, udhëtimi për qytetarët do të jetë edhe më i vështirë. Për të filluar realizimin e projektit, është e nevojshme që Ministria e Transportit dhe Lidhjeve të hartojë një studim fizibiliteti për të përcaktuar nëse është i arsyeshëm realizimi i projektit. Hekurudha duhet të përgatisë dokumentacionin e projektit për hekurudhën. Ministria kompetente me kohë të koordinojë obligimet e palëve që janë përgjithëse në projekt.